Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e parë të Talk Sphere, podcastit tonë shkollor. Unë jam Anisa Rukiqi, jam kryetare e Këshillit Nxënësve të Gjimnazit Sami Frashëri. Në këtë episod të parë kam nderin që fillimisht ta bashkëmoderoj me profesorin Krishtin Bekteshi dhe të bashkëbisedojmë me drejtorin e shkollës sonë Metin Sulejman. Faleminderit cilin kë. Faleminderit, Anisa. Pra, këtë podcast do të jetë një hapësirë në të cilën ne do të diskutojmë tema të ndryshme, në të cilat kryesisht do të jetë hapësirë e nxënësve, në të cilat sigurt që do të jenë tema të cilat kanë të bëjnë me rinin, arsimin në përgjithësi, por nuk do të ndalemi vetëm tek këto tema. Drejta, faleminderit për pjesëmarrjen në episodin e parë. Faleminderit për ftesën. Atëherë po shfrytëzoj rastin me të falenderu për përkrahjen që na e ke dhënë neve si klub medial, që ne ta realizojmë këtë projekt të cilin e kemi menduar tash sa kohë, por që je radhë e rendi që tash sa e ju drejtar që ta filloj. Si po shkon menaxhimi i shkollës në përgjithësi? Në përgjithësi, gjëra po ecin mirë dhe jemi të kënaqur me ecurinë të procesit mësimor, po ashtu edhe ecurinë e aktiviteteve të shumta që i ka shkolla përmes organizimeve të Këshillit të Nxënësve. Në këto, ndoshta ky vit, duket se na nis punë mbarë me Sami Frashërin, për sa i përket investimeve brenda shkollës, për investime fizike po flas. Cilat janë ato, a mundesh na i shpalos pak për ata që si janë brenda këtu? Realisht, shkolla po pret renovimin e tërësishëm, me që është mbetur verë në vitit 2026, megjithatë ne këtë vit e kemi shfrytzuar dhe i kemi bërë disa intervenime përmes komunës Prishtinës, siç është salla e sportit, është renovuar, po ashtu edhe disa investime në oborrin e shkollës, po ashtu edhe më herët e dini që në pranverën e shkolla është digitalizuar në tërësi, duke pasur secila klasë tabelë të mençur, kjo fal investimet të komunës së Prishtinës, e cila është bërë përmes UNICEF-it, një program shumë i mirëseardhur për shkollat tona, e sidomos në gjimnazin tonë. Po ashtu në shkollën tonë, tashmë e dini që i kemi 2 rrjetet e internetit, një me post përmes singullit optik, po ashtu e kemi një rrjetin e krenit që ka qenë një projekt i Ministrisë së Ekonomisë dhe ne ka një vit të madh që e shfrytëzojmë me atë rrjet dhe pothuajse gjithë shkolla është e lidhur edhe në internet me wireless faktikisht. Cilat janë investimet që ose të ndodhë ose që pritën me ndodhë së shpejti? A ka diçka për cilën E dini kena filluar mund të qenë një ekskluzivitet nëse edhe që ke. Kena filluar këtë vit në bashkëpunim me prindër si iniciativë për shkak motit të rinxerë. Kemi filluar me pajis klasat me klima dhe kemi arritur që brenda 2 muajve me një organizim të Këshillit të Prindërve e Këshillit Drejtues të pajisën 19 klasë që e kanë më të nevojshme, qoftë për shkak të diellit, qoftë për shkak të toftit. Shumë se gjysma, po? Po, ndërsa tani veç më sot ne kemi nënshkruar një donacion nga Gorenje, ku i kemi përfituar edhe 16 klima tjera kondicioner, e me këto shkolla jonë faktikisht pas montimit të tyre do të pajisët të gjitha klasë kanë qenë të klimatizuar. Domethënë të bie që klasa pas që për ata që janë në Sami Frashëri, klasat pas krejt kanë tabela digjitale, klasat krejt kanë klima, nëpër secilin funksionon ngruja edhe ftohtë në këtë rast shumë mirë dhe po ashtu edhe internet mjaftueshëm për çdo që dëshiron me e përdor, që është jashtëzakonisht i nevojshëm. Që bën që kushtet janë bukur optimale për me u zhvillu mësimin. Patjetër, përveç klasave ne kemi edhe 5 kabinete, 3 kabinete të shkencave natyrore. Sa janë të furnizuar kabinetet? Janë shumë të furnizuar, kanë qenë deri diku, po me thonë kështu para një viti e gjysmë ne jemi pajisur nga Ministria e Arsimit me mjete laboratorike me një shumë prej 50.000 euro për këto kabinete dhe tashmë nuk mungon asgjë edhe në kabinetin e fizikës, kimisë dhe biologjisë. Kisha dash pak tash me dalë që sajmë të një natyrës në jetë. Kur jemi të menaxhimit i një shkolle, sidomos për shembull një shkolle si Sami Frashëri, sa është sfiduese me qenë drejtor në Sami Frashëri? A është sfiduese, a është stresuese, apo
Jo, Është edhe kënaqësi është. tash unë nga përvoja në kaluara në shkollat fillore Elemagjika e kam pani për hojt mirë, po mendoj që atë që e kam mendim, domethënë është më e lehtë kjo fol nxënëse që ka gjimnazit sa më fashi, natyrisht që menaxhimi ka sfida të cilat vijnë pa prit mas, por mendoj që jemi kalit për t'i menaxhuar ato dhe kështu që po arrijmë me shumë sukses deri më tani thjesht ne jemi shkolla me mas paku probleme. Po me hana në kryeqytet, po sigurisht ato. Si natyrë domethënë që nga më lehtë me ato në shkollë nasim. Në kuptimin e gjimnazit Sabi Frashi, me nxënësat që i ka, është më e lehtë. Nëse ka në një shkollë tjetër, atëherë është më e vështirë, po për shkak pasurisë tonë që nxënësa, të cilët janë të përzgjedhur nga shkollat fillore të Prishtinës, unë mendoj që ka shumë më pak probleme se sa në shkollat fillore, ku problemet janë më të vogla, po janë për një pasnjëshme, përditshme, kështu që unë mendoj që për mua është më e lehtë. Ma e di. Së kemi pa, ani s'kudo që dëshma mund të shmojmë vota, veç edhe që të çështje. Së kemi pa që konkurenca në gjimnaz është e rikthy prapë. Për shkak se ka qenë një 2 vite në të cilat ka qenë konkurenca jo e madhe, mirë po e kemi pa që këto 2 vitet e fundit ka pas jashtëzakonisht shumë konkurrencë ku rrjedhën e fundit me gjasë ditën e parë pothuajse është mbushur me aplikanëve. Çfarë mendon që janë konshtuar profesorët që kanë ndikuar se është rikthyen bukurin madh, për shkak se mbaj mend 3-4 vjet më herët nuk është mbush numri. Unë mendoj që stafi i shkollës i ka meritat e tyre, mësimdhënësit, të gjithë stafi, që më bë që shkolla me qenë e kërkuar. Janë rezultatet të cilat i kemi arrit këto vitet e fundit, po ashtu edhe promovimi i shkollës, sidomos përmes aktiviteteve që i bën Këshilla e Nxënësve, qoftë këtë vit, qoftë vitin e kaluar, ne jemi bërë që me qenë ajo shkollë me cila kërkohet nga nxënësit, domethënë edhe i plotësoj kriterit, por edhe kërkohet. Po e qëllimi i një drejtori, një menaxher mirë është që të arrijë që shkolla me qenë e kërkuar. Pa marrë parasysh që gjimnazi Sami Fashi e ka emrin e tij, e ka ajo nuk ndryshon, na jemi të njohur gjithë Kosovën, na më herët, po tash me kohë tu i pa problemet e zvogëlimit të numrit të nxënësve, zvogëlimit numrit të popullsisë, edhe në Prishtinë, faktikisht sepse ne asnjë paralele nuk e kemi mbyllur deri totale, ne funksionojmë me ato paralele që ka qenë gjithmonë dhe kemi mjaftuar shumë kërkesa për me qenë pjesë e gjimnazit. Po edhe ideja për shembull te kërkesa edhe te konkurenca e bën të mirë që edhe tani ka mundësi për shembull me përzgjedh nxënësa më të mirë, do të jetë struktura që edhe me mban. Patjetër. Po ani se I pse jemi edhe te promovimi i shkollës, a mendon që ka me ndiku pozitivisht edhe ky podcasti jon që kemi një staf në promovu shkollën në venda? Patjetër, kjo është një pjesë, tash më e din pa fal punës mentorimit profesorit kushtrim, profesorit Adriatik, edhe juve të zazës, në mos të javis tash po i bën 3 vite, vati që je këtu, në klubi medial e ka bë punën e vet, edhe kjo ka qenë edhe një shtys të vonë që shkolla jonë të promovohet sa më shumë, e dinin shkolla edhe ka web faqe, pastaj ka faqet në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, TikTok që është i Këshillit të Nxënësve, po ashtu edhe Instagrami, po të gjitha këto bëjnë që shkolla jonë ta ketë një promovim të mirëfillt, edhe përmes asaj reales se çka ndodh në shkollë. E çfarë ju motivon juve më na mbështetje në këtë pikë? Se kemi një mbështetje shumë madhe. Thash më herët, më motivojnë nxënësit dhe normal edhe stafi mësimdhënësve të cilët janë jashtëzakonisht punëtor dhe bashkërisht po i vojmë krejt këto të cilat i kemi arrit deri tash. Po, është absolutisht e vërtetë që na si shkollë, këshillëndore me marrë pjesë në aktivitete ndryshme të mëdha nga Zhu Krej. E përmendja edhe profesorët që në shkollën tonë, domethënë kemi shumë invertar tash digitalizuar me SMR. A mendon që edhe në aspektin e zhvillimit teknologjik ka me ndikuar shumë më shumë digitalizimi në shkollën tonë? Patjetër që tash mojna në kohën e digitalizimit dhe kjo investimi i Komunës Prishtinës në tabela digjitale ka qenë një investime më të duhura dhe më të domethënëse për zhvillimin e procesit mësimor, edhe po besoj që falë nxënësve të cilët në aspektin teknologjik
ndihmojnë shumë në shkollën tonë, ndihmojnë edhe profesorët, ndihmojnë edhe shokët apo shoqet, atëherë ne e kemi parë që kjo ka bo ma të lehtë procesin dhe gjithsesi ma të kapshëm dhe ma të arritshëm duke pas mundësi edhe të volontimit brenda klasës në kohë reale përmes nxënësve tonë të cilët janë edhe volontues. Kështu që kjo ka qenë shumë e mirëseare. Po te kjo pjesa e sfidave, çka kishe konsideru si sfide ma t'madhe që na si shkollë? Sfidë Kish mujt me përmendu se normal është objekti numri i madh i nxënësve, jo. Ju e dini që numri më i madh me një klasë është 35, ashtu sipas udhëzimit, mesatare diku në 33-4, secila klasë, por realisht tash me këto ndryshimet demografike, me rramin e natalitetit, unë jam vjetar që tash Ministria e Arsimit do ta rishfrytëjë udhëzimin administrativ për numër të nxënësve nëpër klasë në gjimnaze. Unë po besoj që në gjimnaze duhet jetë sa ma parë që numri i nxënësve të jetë 22 deri në 25. Kjo do të mësonte edhe ma tutje krijimin e kushteve sa ma t'guximshme për mësimdhënie dhe mësimdhënie. po në këtë aspekt e kish lehtësu shumë ma shumë procesin mësimor. Po edhe te kjo pjesa tjetër drejtor, do shta më ndalë për ashtu te investimet me biblioteka? Po presur me një hapësirë tjetër me realizu bibliotekën edhe po besoj Deri tash ka qenë ma shumë që e kemi bo vetë na si lloj improvizime po, neve na duhen hapësira dhe momentin e parë që do ta kemi një hapësirë do ta reorganizoj bibliotekën, apo besoj që do t'jetë e mirësore edhe për nxënësit, po edhe për mësimdhënësit. për shkak se është jashtëzakonisht e pasur me tituj Po. edhe kështu Po, tituj ka. e përditësuar Po na duhet një vend i veçantë ma i përshtatshëm. Shush bashkëpunimi për brenda e di edhe diskutut edhe me Anisën, po në raport me shkollat e tjera, po si është bashkëpunimi edhe a ka një plan ose planifikim që të bëhet ndonjë rrjetëzimi i shkollash për brenda Prishtinës? Po ne kemi një bashkëpunim ma me thonë me gjimnazin Gjepletuda, po ashtu me gjimnazin Ahmet Gashi, po këta është vartë prej këshilla nxënëse, sidomos këshilla ulinore të këtyre shkollave, dhe këta mund t'i rrisin aktivitetet, mund t'i rrisin edhe bashkëpunimet, kështu që ne jemi për një mbështetje, apo besoj që ta mund të ketë bashkëpunime edhe më të mëdha. A ka gatishmëri prej për shkak stafeve, shkollave të Unë mendoj ma shumë që ka gatishmëri prej këshilla nxënësve, prej stafeve ma pak, megjithatë ka bashkëpunime. Do të thonë ju po mendoni që kjo do të me fillu prej nxënësve. Po, Ata vetë me Po. mbështetjen prej juve, unë për vete unë i flas si letë kreative të nxënësve. Tanë, po, në të linë edhe prej shkollave tjera, dhe na si drejtorat shkolla, duhet me i mbështet, bashkë me stafin duhet me i mbështet. Çfarë do lloj organizimit mirëfill që ata e kanë. po me shkollat edhe jashtë të Kosovës. Kemi fillu vitin e kaluar me gjimnazin Sami Frashi në Tiranë, ne kemi shkuar, kemi bërë një vizitë, kemi bërë dy ndeshje sportive, kemi bërë debat, se dhe kemi kaluar shumë mirë, gjithsesi presim ata, po për momentin nuk është që janë duke kërkuar që të vazhdoj bashkëpunimin. Kemi probleme në aspektin buxhetor, edhe ne si shkolla të Kosovës, po edhe ata në Shqipëri, kështu që kjo problemi i buxhetit të shkollës krijon probleme të cilat ne do t'i zgjidhim më lehtë po t'i kishim mundësitë brenda shkollës. Se ky shkëmbimi bese edhe për brenda ndoshta Prishtinës, e Kosovës, sidomos me Shqipëri, do të ishte jashtëzakonisht produktiv. Po për shembull së fundmi kemi pas edhe disa diskutime me diasporën që na krijojnë një lloj lidhje me shkollat në Zvicër, për shembull, në të cilat kjo me siguri që do të ishte shumë Ajo do të ishte edhe më shumë me mirëseardhur dhe po shpresojna shumë mbi përvoja. Po shpresojna se do të realizojmë vizita tilla, bashkëpunime tilla me shkollat në Evropë, sepse gjithsesi ata janë para nesh, ne do të mësojmë nga Evropa. Po, edhe pak ndoshta edhe me i kry, si them,
me i demistifiku këto paragjykimet që ndodhen, që nxënësat tonë a e dinë që janë të mirë dhe shumica prej nxënësave të samifrashërit përfundojnë të studiuar pikërisht në çdo shtetet e Evropës, kështu që shkishin mujt edhe shumë më herët të fillojnë këtë lidhjen edhe për nxënësit. Me ekskursionet çu shkuan? Ekskursionet ne i kemi para pa, ne kishim drejtu shkollës dhe tashmë e kemi shtjerë në agjenda, ne dije të ekskursioni maturantëve që është me udhëzim administrativ, këtë vit do të mo në pranverë, po besoj që nuk do të ketë asnjë problem, dhe e kemi po gjithmonë dhe kalojmë vazhdimisht mirë. Po janë edhe disa vizita, ekskursione të natyrës relaksuese, shoqëruese, edhe gjithsesi për të parë, por edhe për të mësuar siç është puna e skijimit apo daljes në natyrë apo në pjeshk, po ashtu vizita tjera të cilat në pranverë mund të bëhen brenda për brenda vendit, po besoj që do t'i realizojmë ashtu siç kërkojnë edhe nxënësit, po ashtu siç e kemi paraparë edhe në një plan vjetor me këshillin drejtues. Po ashtu të ndërlidhëm pëmëvojt e bashkëpunimet. Përmendet që kemi bashkëpunime vazhdueshme me organizata si UNICEF-i, OJQ të ndryshme, a kështë specifiku ndonjë aktivitet si ndonjë mbështetje shumë madhe që me ka bërë të organizata? O tash kjo puna e tabelat digjitale është bërë Komuna Prishtinës bashkë me UNICEF-in, e kanë po këtë farë donacioni, dhe është mendoj që arrej prapa asaj që është një prej investimeve më të mëdha, më të mirëpritura në shkollë. Kemi bashkëpunime tjera, me Kecin kemi bashkëpunim të mirë, sidomos me klubin medial, por edhe me klube tjera, ka organizata tjera, me Kryqin e Kuq, kemi bërë shumë aktivitete, këto 2 vitet e fundit e kemi ekipin e vullnetarëve të Kryqit Kuq dhe nda shkollës, kështu që ka organizata në cilat ne bashkëpunojmë dhe jena të hapur për të që. Po edhe këtë famë në shkollën tonë shumë e lekcion punën, pasi që na e bëjmë këtë klasificimin e nxënësave në bazë interesave tyre, si në klub medial, vullnetarisëm, o kështu me radhë. Ko te pjesa e aktiviteteve ndryshme, këto aktivitetet me Kryqin e Koqe, kështu na kanë mundësu në marrë pjesë në aktivitete ose vizita ndryshme shkolla tjera, institucione ndryshme. Shkolla çish i mbështet këto në Shqipëri këto aktivitete që bëhen jashtë objektit shkollor, jashtë procesit. Po shkolla me këtë kapacitetin që e ka me të gjitha mundësit mundohet me i mbështet të aktivitete, zakonisht janë disa aktivitete të cilat nuk kushtojnë, po ka edhe të tjera të cilat bëhen me participim nga prindrit, nga nxënësit, dhe kjo ndodh anke në botë, nuk është që shteti, komuna i paguan çdo aktivitet apo shëtitje apo ekspozicion, po janë prindrit ata të cilët paguajnë, ndërsa këto afër që kena mundësitë te numri ma i vogël që është përmes organizata ndryshme, po aty ka përfshirje pak më të vogël sepse është e pamundur përfshihen gjithë nxënës. Po, se këto aktivitete në përgjithësi janë si urë lidhëse jona me njoftin me nxënësa gjimnazeve tona që janë përreth, në qytet, po ashtu edhe pjesën rajonale. Te kjo pjesa e bashkëpunimit mes nxënësve, si stafit të shkollës tonë, po ashtu a ka bashkëpunim mes nxënësve të shkollës sonë dhe të shkollave tjera? Mendoj që po jo në grupe kështu markolla, në grupe të vogla padyshim se na të gjithë kena kolegë, mëselvancë mas pari, edhe të tjerët dhe po besoj që ka vazhdimisht komunikime rreth planeve, rreth kurrikulës, rreth aktiviteteve të ndryshme, po jo me thonë ndonjë formë organizative apo të rregullt. Siç do të Po thuhesh. këto kur bëjnë ndonjë shënim të festave e kështu, është edhe të ishte më mirë që ato të bëjnë përbashkëta, ndoshta edhe me shkollat e tjera. Që që patën filluar në fakt dhe cila në siguri që kanë vazhduar në shkollën Aziz Sokoli, po pse të mos i integrojmë edhe inkurajojmë edhe të tjerët të bashkohen në këto lloj iniciativash. Isha ndonë pak edhe të infrastruktura ligjore, që ka të bëj me udhëzimet administrative me ligjet e kështu me radhë. Sa ato i lejojnë drejtorit autonomi të veprimit në shkollë? A ka mjaftueshëm ligji, a i njeh ju mjaftueshëm kompetenca thjesht për të lënë drejtorin në shkollë, siç është sa më pas për shembull. Po mendoj se po, në aspektin administrativ, në aspektin pedagogjik, mendoj se po, në aspektin financiar, mendoj jo, sepse kemi shumë probleme në aspektin e buxhetit, domosht shkolla do duhet ta kishte buxhetin e vet.
edhe do ta menaxhonte vet pastaj ato mjetej, atë sa i ke brenda vitit, ti duhet të dish si ti shpenzosh, sa të shpenzosh dhe si me gjetë mënyrën që të shpenzosh në mënyrë sa më të mirë mundshme. Aty kemi probleme faktikisht, nuk është vetëm shkolla jon, po të gjithë. Po megjithatë mendoj që përveç këtij viti që ka problem në komunën e Prishtinës rreth buxhetit, mendoj që deri më tani nuk kemi pas probleme për asnjë gjë rreth furnizimit të mjeteve të nevojshme për një proces të rregullt mësimor. Pa marrë parasysh që procedurat janë më të komplikuara, megjithatë ne kemi arritë që mos me pas asnjëherë ndonjë mungesë të theksuar për atë çka i nevojitshëm. Sa i përket monitorimit dhe monitorimit të mbështetjes së mbikëqyrjes të stafit, a ka që të drejtori shumë autonomi sa duhet? Po mendoj që me udhëzimin e fundit, që është i vitit 2023 për vlerësimin e mësimdhënësve, po flas për vlerësimin e brendshëm, domethënë pjesa kryesore është e drejtori i shkollës dhe shumë shpejt ne do ta vëmë funksionat udhëzim dhe do të him në vlerësim, edhe është një pjesë që i takon nxënësve, një pjesë e vogël, është një pjesë që i takon vetë kolegëve, dhe kështu që me këtë udhëzimin e fundit mendoj se po kjo është më shumë domethënë për t'u ngritur, mendoj, ndërsa kjo pjesa tjetër rreth marrëvajtjes ose rreth monitorimit të rregullt është çështje që është në dorën e drejtorit që kur ka probleme theksueshme do të bëhen, gjithsesi është në kompetencën e tij, pastaj ai atë vlerësim e dërgon tek drejtoria komunale e arsimit, gjithsesi në asamblej vazhdon me komisionin nga drejtoria e arsimit apo nga inspektorati për një vlerësim përfundimtar profesional. Për atë sa ke mujt me monitoru edhe me mbikëqyr, për çfarë lloj trajnimesh ka mas shumë ti nevojë stafi? Natyrisht, Është edhe i shkollës fillore ku ke qenë marrë, po dhe këtu po si interesant. natyrisht unë si mësimdhënës shumë moti, 15 vite ndoshta ka qenë një trajnim i ACDL për aplikimin e teknologjisë në mësimdhënie dhe ku kemi mësuar për gjitha programet e nevojshme për një mësimdhës, po ajo kohë ka qenë kur na nuk kena mujt me vu në funksion ato që e kemi marrë në një program, në një trajnim shumë të rastishëm, të cilin e ka organizuar AUK-u, Ministria e Arsimit me AUK-un, dhe ka qenë shumë trajnim i mirë, po jo në kohën e duhur. Unë mendoj që atë trajnim duhet ta dhëmë në funksion tash, sepse tashmë një pjesë e madhe e shkollave që janë pajisur me mjete teknologjike për mësimdhënie dhe do të ishte mirë se harur tash ai trajnim basic djep, do të ishte mirë se harur tani me hapa. Po Aris, nëse ki diçka të... Jo, përveç kjo pjesa e trajnimeve në shkollën tonë na bo shumë si me kecin, me kopin, me grishin e korçe kështu me radhë. A menon që tash si produkti që aty në trajnimeve na jemi taft me i bo qëto aktivitetet që kemi nis vetëse? Unë mendoj që po, domethënë tash më përballë hiç të tjera, trajnimi për edukim mediatik që ka qenë, o ka një rol shumë të rëndësishëm që në shkollën tonë pastaj me ecë gjitha aktivitetet matut. I kemi bërë shumë tjera trajnime dhe kjo i ndihmon nxënësit, sidomos të rinj, që të ecin përpara dhe të jenë përgatitur për matutje, qoftë për fazën e studimit, qoftë për fazën kur ata fillojnë me punu. Po. Besoj që te kjo pjesa e trajnimeve kështu ka ndikuar ekstrem shumë pozitivisht edhe tek ne në zhvillimin tonë si personal dhe profesional të nxënës. Këtë pjesë nuk dëshoj as pak, po edhe te pjesa e bashkëpunimeve, ceke që kemi non-stop është shumë. Po te stafi drejtuesi i shkollës, këshilla drejtuese kështu me radhë, a menon që e kem këtë mbështetje maksimale na si nxënës, e krejt shkollave në përgjithësi me na mbështetin këtij stafi? Mendoj që po, këshilla drejtuese bojnë punë me vetë dhe bojnë është shumë përpikëri dhe mendoj që edhe prindrit të gjithë a dallim, domthonë vazhdimisht qëllimi i secilës prindesh që fëmia e tyre të ndihet i kënaqur në shkollën ku është, edhe gjithmonë ata edhe kërkojnë, edhe përveç nxënës ata edhe kërkojnë që të ketë më shumë aktivitete normal që na penalizon numrin e madh i dhënave ju e dini na vini jetës. Nxënës dhe natyrisht që nuk është e lehtë me mbajtë ose me aktivitete,
Po, si dhe po e dim tash që pas dite, pas procesit cilëmor, shumica nxënësve të gjimnazit janë të angazhuar qoftë në kurse, qoftë projekte, qoftë disa dhe punojnë punë të ndryshme, kështu që është e pamundur pas procesit mësimor, por gjithsesi me një organizim mirëfill ne po arrim t'i bëjmë krejt këto dhe që të mos u bë procesi, por edhe të ketë aktivitet. Drejtëm Osman me shfalu edhe këtë pjesën sportive. A menon që ju jepet rëndësia e nevojshme, ajo që e meritojnë sporteve, sportistave së në shkollën tonë vazhdimtarisht? Po, mendoj që po, tashmë ata janë përfshirë edhe për klube sportista tonë, po një rol të veçantë duhet me pas sporti shkollor, nivel Prishtinës, pak jam të qalu këtë vitin e fundit, po për shembull ka një organizim të federatës futbollit për organizimin e ligave shkollore, dhe ajo po del shumë interesante dhe shumë e mirësore për të gjitha shkollat dhe për të gjithë nxënësit, dhe mendoj që duhet vazhdohet edhe me sporte të tjera dhe të bëhet shumë më atraktive kjo. Do të nëse s'kemi diçka. Jo, faleminderit shumë, unë ju dëshiroj shumë sukses Anisa dhe gjithë të klubit medial edhe gjithë nxënësve për këtë aktivitet shtesë dhe ju dëshiroj që të mos marrni asnjëherë. Faleminderit, ky ishte epizodi i parë, ne shihemi në episodin e dytë. Shihemi. Faleminderit.